pjesëmarrësve në zgjedhje. Rikthehemi në studio, miq të dashur, në transmetim të drejt për drejt, dhe gjithë këto 10 prokurorë të SPAK dhe agent të BK-s deri tani kanë arrestuar një të dyshuar të opozitës që mbledh vota dhe kanë ngrënë drusi gomarin duhan në Fier, që nuk është as zonë duhani, është për perime tjera, po nuk kemi çaj bëjmë. Rezultate 0, punë shumë, ama ndaj le ta diskutojmë këtë krimin zgjedhor me panelin tim shumë simpatike. Mirpresim Aida Topallin, kolegen tonë. Mirëmëngjes Aida, mirë se erdhe. Gjithashtu edhe zotja Venir Peka është me ne. Mirëmëngjes zoti Peka. Tani do ta filloj në fakt me një denoncim që sapo më ka rritur për krime zgjedhore, vllai në kryetarit të Bashkisë Korç. Le të përmbahet pak me kuponat që po shpërndan në këto momente, nga ato 20.000 lekëshat, se e kanë parë, e kanë kapur, kështu që ato që ka le t'i përdor për vete dhe për shtëpinë vet, për të bler ushqime. Mos t'i shpërndaj më, se është me rrezik. Çështja është, Aida, deri në këto momente s'kemi parë vetëm këto, se janë krime elektorale, le të themi, goxha elegante. Kështu kemi parë edhe një shturje njëkohësisht shumë të egër të rendit publik në këtë ditë, deri te ngjarja në zyrën e PSD-s, edhe pse po përpiqen thonë që s'ka lidhje me ne, plumbat u gjetën brenda në zyrë, sherrri e dim që ka ndodhur aty, dëshmitarët thonë që janë futur aty brenda. Po, atëherë në fakt, si përpara dhe përgjatë çdo fushate zgjedhore, Flavio, patjetër që vëmendja e institucioneve, sidomos këtë vit, ka shkuar vetëm tek krimet zgjedhore, tek situata zgjedhore, dhe duket sikur është harruar pak rendi dhe siguria publike. E përpasoj ka edhe, le të themi, një shturje dhe bota e krimit është e prirur që në momentin që vëmendja e institucioneve humbet dhe përqendrohet në vende të tjera, të vazhdoj dhe të prodhoj ngjarje kriminale, duke mbyllur ato hesape që mund t'ju kenë mbetur pa larë. Dëgjova me vëmendje kronikën, dëgjova për incidentin që u tha se ndodhi në Librazh, për cilin pa diskutim kam pyetur nga të gjitha burimet që ne gazetarët kemi, dhe më është mohuar kategorikisht që të ketë patur një sherr të ndodhur në zonën e Librazhit, ku flitej se ishte dhunuar rënd një eksponent i njohur dhe shoferi një personi jo pak të njohur. Nga konstatimet e deri tanishme nuk rezulton, dhe nga marrja në pyetje që i është bërë këtij personi, nuk ka rezultuar që këtë pasur as shenja dhune, dhe është mohuar nga ana e tij që të jetë presionuar dhe të jetë dhunuar me qëllim që të mbështeste një kandidate në qarkun e Elbasanit. Patjetër që situata të tilla dhe zëra të tillë kanë shërbyer për institucionet që të zhvendosen në këto zona. Pastaj një tjetër incident i ndodhur në qarkun e Fierit ka shërbyer akoma më shumë që të shtohen masat, dhe ende nuk kemi asnjë rezultat më shumë, përveç rastit që ti përmende, arrestimi i ndodhur në Lushnjë me shifrën e 500.000 lekëve që një personazh blinte një vot për opozitën. Me thënë drejt, 500.000 lekë vot ka shkuar shumë shtrenjtë i bie, se s'ka mundësi. Me qëtë ato opozitës kanë buxhetin e shtetit në dorë. Do ta tregojnë. Opozita besoj të ketë para, po megjithatë mbetet për të parë në përfundim të hetimeve. Janë rreth 25 procedime penale të regjistruara nga prokuroria e posaçme. Nuk di nëse në ato procedime kemi ndikim nga grupet kriminale në procesin, në fushatën zgjedhore, më pas nëse do të ketë edhe në procesin zgjedhor, ndoshta duhet pritur pak, sepse këto hetime regjistrohen, hetohen dhe më pas dilet edhe në konkluzionet saktuara. Unë uroj shumë, duke qenë se janë në terren agjentët e BK-s dhe prokurorët e SPAK të kemi arrestime në flagrancë dhe të sjellin një shembull që në këtë vend mund të ketë për herë të parë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Për të rikthyer më pas te ngjarja që ndodhi në shiko, javët e fundit dhe ditët e fundit të fushatës janë tregues, dhe aty mund të kapen, të paktën nga e shkuara na ka treguar që në ditët e fundit mund të kapen dhe element që përbëjnë shkelje penale apo krime zgjedhore. Çështja është, unë dhe ti si gazetar na mjafton celulari për ditur ku po bëhen krime zgjedhore në kohë reale.
Patjetër. Siç e di çapo ndodh unë tani në Korçë, 400 kilometra nga këtu. Edhe jo vetëm në Korçë, këto gjëra. Që e di tani që po ndodh tani. Në telefonin tim kam telefonata të vazhdueshme që në qarqe të vogla jashtë vëmendjes ndoshta të institucioneve është akoma më keq, sepse duke qenë se në qarqe të mëdha e dinë që janë përqendruar dhe mundësia për të bërë publike dhe për të kapur janë më të mëdha, ruhen edhe pak më shumë. Por në qarqe të vogla duhet të shtohet si mund të them me emra 3 veta në lagjen Liri në Shkodër që blen vota për një kandidat të Mazharati. Thuaj o Flavi pra ta dëgjojnë këta, të nisin sepse ka thonë prokuroria e posaçme që edhe çdo denoncim që bëhet në media do të merret, do të shqyrtohet dhe do të regjistrohet. Kemi një emision në këtu te kjo media jon, një far plugu. Sa u bë? 2 vjet që e bëjmë nuk ka filluar si jetim, kryesisht ne jemi me letra, me dosje, me shifra, me lek. Ka ndërmend të bëjnë gjë të kishte nisur. Po unë uroj shumë, duke le ta quajmë ndoshta ju gazetarët e kronikës jeni shumë romantik ndaj Spakut. Jo, nuk jemi romantik, po ndoshta le ta quajmë këtë si një test, meqense kemi një task force të ngritur, le të jetë një test për prokurorinë e posaçme për të parë se sa do të bëjë. Të ndaloj pak edhe tek ajo se çfarë ndodhi në zyrat e Partisë Socialdemokrate, nga njoftimet e policisë dhe nga këshirja e kamerave të sigurisë rezultojnë që ngjarjat mos ketë ndodhur brenda ambienteve të zyrës, ngjarjat të nisur në një lokal dhe të jetë zhvendosur pastaj përpara zyrave të PSD-s dhe edhe vetë Partia Socialdemokrate mohoi kategorikisht që personat e përfshirë në konflikt të kenë lidhje me shtabin elektoral, të kenë lidhje të jenë simpatizantë të Partisë Socialdemokrate, por janë persona të tjerë që si shtonte dhe policia në njoftim si shtonte dhe policia në shumë vogël dhe nëse në atë zonë ishin në Flavio. Sherri ka nisur për një tjetër motiv që nuk ka, dhe unë uroj shumë që të mos ketë motive elektorale, si që të paktën deri tani nuk rezulton të ketë motive elektorale, sepse nëse do kishte motive elektorale do ishte patjetër shumë edhe një detyrim për ca borxhe që të patronazhon. Shiko, borxhet pastaj janë tjetër gjë, nëse janë detyrime borxhesh që mendoj se nuk kanë lidhje me zyrat elektorale. Nëse shihen borxhet për patronazhim ka lidhje elektorale. Peka, leta besoj se do ta jetojnë me rigorozitet të plot institucionet. Me metoda speciale, me siguri. Këtë ngjarje, këtë çështje. Peka, e para gjë marr me radhë. Bandat janë aktivizuar 24 orë të fundit? Janë aktivizuar. Janë aktivizuar, kanë qenë aktivizuar edhe më përpara, disa prej tyre. Kryesisht në Durrës, në Fier dhe në Elbasan. Dhe ato banda kanë emra. Trekëndshi i zakonshëm. Ato banda kanë emra dhe ato banda drejtohen politikisht. Në Fier drejtohen nga Belinda Balluku. Në Spaku aty nuk ka nevojë të pres. Të vjetë nga mrapa ekipit saj dhe shtabit saj dhe aty e ka. Në Durrës shkoj të Van Gjushdako. Aty e ka. E ke edhe në arrest shtëpi për Van Gjushdako. E ka shtëpinë e madhe. E ka shtëpinë gjithë qarkun e Durrësit tani. Të shkoj tek Van Gjushi, të ndjek lëvizjet e tij, të shkoj te kafja ku pi ai dhe mblidhen vinë dhe ikin personat të cilëve ju jep porosi. Të ndjeki telefonatat e tyre, komunikimet që kanë. Spaku i din, sepse ato janë struktura që dihen tashmë dhe dinë edhe se kush janë antarët e atyre struktura, nuk është gjë e vështirë për Spakun për të kuptuar dhe skemin e fshehtë se si lëvizet. Kështu që synimi ose pritshmëria e Spakut edhe prokurorisë. Harrove të tretin avenir, se kemi një band të tretë. Po, Elbasanin pastaj dihet, Elbasani është histori që dihet, e ke Taulant Ballën aty, e ke edhe në përgjimet e më përpashme që i kanë aty, po nuk e presin pas zgjedhjeve të arrestojnë Taulantin, po është premtojnë që do e bënin para. Dhe Spaku nuk ka nevojë të krijojë task force. As prokuroria e përgjithshme, sepse ka detyrë funksionale të saj. Spaku ka qenë aktiv, supozohet ishte aktiv edhe në zgjedhjet e 2023 dhe në zgjedhjet e 2021. Në zgjedhjet e 2023 shtabet elektorale të Partisë Socialiste kanë qenë drejtuara, financuara, mbështetur nga strukturat kriminale. Komisionet zgjedhore kanë qenë përfaqësues Partisë Socialiste grupet kriminale. Vëzhguesit kanë qenë grupe kriminale, numëruesit kanë qenë nga grupet kriminale.
nuk e pas shtabe zgjedhore, pjesën më të madhe, nuk e pas shtabe zgjedhore të Partisë Socialiste. Dhe është krijuar perceptimi që Partia Socialiste ka organizim në terrene gjitha këto. Unë po të them, unë kam qenë në terrene dhe po të them që ka bashki, ka njësi që Partia Socialiste është tërësisht inekzistente. Dhe mbulimin e kësaj inekzistence e kanë bërë grupet kriminale. Marrëm Tiranën. Kush ka qenë shtabi elektoral? PSD. Po PSD nuk është në burg për shkak të blerjes të 50-60.000 votave që ka bërë për Jan Veli. As për milionat që kanë marrë. Është në burg për tjetër gjë. Në zonat e tjera. Ke zonën Kamës, ke zonën Vore adresoj Sali Berisha në personale Xhabaftit. Shiko, nuk është rastësishme. Sepse Xhabaftët kanë bërë fushatën elektorale të 2023-shit. Në Durrës, këta që fliten sot, pojat edhe qenat atjeret e kanë bërë fushatën elektorale dhe po e bëjnë fushatën elektorale. Në Firë me Belinda Ballukun, ata që po bëjnë sot fushatën elektorale kanë bërë edhe 2023-shin e kanë bërë edhe 2021-shin. Në Elbasan e dim se çfarë ndodhi në 2021-shin, janë aktorë edhe faktorë që di, nuk kanë një filozofi të madhe. S'ka surpriza. Nuk ka surpriza. Shkodra është pakës më ndryshë, po prapë edhe në Shkodrë jepën urdhër nga burgu. Dhe prapë nuk kanë ndonjë filozofi të madhe. Kështu që ajo çfarë prite ishte që krijimi i kësaj këtyre dy task force, edhe nga SPAK-u, po edhe nga prokuroria e përgjithshme për prokuroritë e zakonshme në përvete, të shërbetë si një lloj presioni pozitiv, që do thotë që për shkak të angazhimit të këtyre strukturave, elementet kriminale, subjektet kriminale të mos përfshihen të mos përfshihen, nuk mund të rinë pa përfshirë ata se nuk e zhbëjnë dot atë pjesë, por të paktën të qëndrojnë më tërhequr. Të ruhen edhe të mos e bëjnë. Strukturat e policisë. Kuj struktura e policisë do i besosh që të merren me këto? Ato struktura policie që vitet në fushatat e kaluara kanë shpërndar parat me furgona policie? Shishit, kuj shish do? Është publike fakti lidhjes së drejtoresës së shërbimit informativ me Gysin e famshëm, me koordinatorin e bandave të krimit. Çfarë do presësh ti nga ajo? Pastaj, po të marrësh SPAK-un qoftë se do kishte ecur me parimin që gjatë kësaj periudhe zgjedhore që të mos përfshihem politikisht, nuk po merrem me çështjet e korrupsionit, po merrem me çështjet e krimit zgjedhor. Çështjet e korrupsionit dhe çështjet e krimit zgjedhor janë në një. Sepse janë të njëjtat aktorë, janë të njëjtat faktorët, janë të njëjtat para, janë ato para të njëjtin qëllim, janë për të njëjtin qëllim. Dhe ajo çfarë prisnim është që të mos ndodhte si me rastin e Shkodrës, që u lanë 2023-shin që të grabiteshin zgjedhjet, dhe pas zgjedhjeve u ka banda që blishte zgjedhje. Dhe prapë jo për krime zgjedhore. U kapën dhe u arrestu, ndërkohë që ata duhet të ishin në ndjekje 24 orë për arsye tjera. Për çfarë ndodhi? Ai Bobi atje mori bashkinë e Shkodrës. Këta janë në burg, po ama bashkinë e mori. E njëjta skemë është edhe me listën e kandidatëve të Partisë Socialiste. Kush është listat e mbyllura e Partisë Socialiste? Listat e mbyllura e Partisë Socialiste janë lista garancie të 313-s. Sepse ata persona që janë futur në listë të mbyllur janë persona që duan të marrin një mandat tjetër që të krijojnë një imunitet që të po vështirësoj punën SPAK-ut në të ardhmen. Me çfarë kemi dëgjuar nga gazetarët e kronikës, është një listë e madhe, edhe këta emra që përmenden sot, me Toland Ballën, me kryetarin e Bashkisë Shkodrës, me kryetarin e Bashkisë Durrësit, me Belinda Ballukun, Kuçova. Gjithë janë rrugës për mburg këta. Është evidente, din gjithë, dhe që është e kohë. Pazari ishte para apo pas zgjedhjeve. Dhe në qoftë se SPAK-u lejon që këta të marrin mandatin, të përpiqen të krijojnë lehtësinë Edi Ramës që të fitojë, pastaj këta çfarë si ka shkuën në burg apo nuk shkuën. Dëmin e bën. Dhe në këtë aspekt deri tani më rezulton i dështuar operacioni. E dim panoramën. Këtu vjen pyetja. Ju si opozitë si neutralizoni këto banda këtë herë? E dim që keni garanci nga Europa që Rama po. Këtë pyetje në fakt doja ta bëja unë, domethënë çfarë po bën. Kjo është $1 milion. Kjo s'është $1 milion, është $8 miliardë sa që është buxheti i shtetit. Çështja është Peka. E dim që Europa po e monitoron kryeministrin.
Amerikanët gjithashtu kanë ardhur në terren, Amerikanët dhe Anglezë nga shërbimet për të parë nëse do të ketë një deformim elektoral. Ju prisni nga këta? Ne si opozit, ne nuk do marrim armët kundër bandave. Sigurisht. Ne si opozit kemi bërë një gjë. 2023-shin e kemi përdorur si mundësi për të mbledhur të gjithë informacionin e nevojshëm. A keni mbledhur fakte? Për Së shumë e rëndësishme, se tjetër gjë është informacioni, po fakte ndoshta. Me qenë se është mungesa e besueshmërisë tek institucionet, ndoshta ju është dashur ju të mblidhni fakte që t'ju çoni institucioneve dhe t'ju thoni jemi përballë këtyre gjërave. Shiko se ka dy. Sepse mbaj mend patjetër të gjitha denoncimet e bëra nga zoti Berisha në zgjedhjet e Shkodrës kur thonte që Bajrajt shkuan në qendra votimi. Në fakt, s'është ndërtuar, pa video. A ka fakte të tjera? Partia Demokratike ka mbledhur çdo lloj informacioni që ka mundur të mbledhë. Dhe ne sigurisht që kemi në terren sepse kemi mbështetësit tanë, kemi me militantët tanë, kemi njerëz që nuk pajtohen me mënyrën se si bëhen zgjedhjet. Dhe ka një raport të plot për përfshirjen e këtyre grupeve. Tani çfarë ndodh? Me institucionet tona ne nuk kemi punë sepse çfarë kemi pas, punë e kemi denoncuar. Okej. Ajo çfarë ne kemi bërë është një përgatitje për 2025. Okej. Tani, grupet kriminale mund të përfshihen, ne nuk i ndalojmë dot. Grupet kriminale mund të bëjnë çfarë të duan, por opozita do bëjë punën e vet. Nuk po flas për pasi të fitojmë zgjedhjet, po të flas për tani. Çdo grup kriminal në Shqipëri ka lidhje me një grup kriminal ndërkombëtar. Kryesisht në Itali. Me grupet italiane, flas vende se nga ato të vjetrat. Dakor? Çdo grup kriminal në Shqipëri, një mënyrë ose një tjetër është i lidhur me aktivitet që bën në vendet e Bashkimit Evropian, në vendet e Bashkimit Evropian. Edhe me gjerë. Ajo çfarë ne po bëjmë, e thash bazën e kemi nisur në 2023-shin, është identifikimi emër për emër i këtyre bandave, jo vetëm kapave të bandave, por dhe antarëve të bandave. Dhe kemi krijuar kanale komunikimi me shërbimet partnere, edhe zbatimit ligjit, por edhe shërbimit inteligjente. Skenari salvadorian, domethënë. Dhe ajo çfarë ne do bëjmë është ajo çfarë kemi në dorë. Nëse këto banda do rrinë në shtëpi dhe ne nuk kemi çfarë informacioni të çojmë. Por nëse këto banda përfshihen, po të them, të dhëna, kush janë, strukturat, infrastrukturat që kanë, makinat që kanë, gjithçka, aktiviteti i tyre, lëvizjet, kontaktet familjare, kontaktet shoqërore me Italinë, me Spanjën, me njërin me tjetrën, opozita është e detyruar. Ti po thua që ata po ndikojnë dhe tek vota e diasporës, besoj kur thua me lidhje që kanë me grupet kriminale. Kanë elemente të saktë. Se unë kështu e kuptoj, domethënë, që do të ndikojnë tek vota e diasporës, apo ndikojnë edhe tek vota në Shqipëri. Janë, shiko, e para herë do të kemi parasysh gjë. Sepse është një pikpyetje e madhe edhe vota e diasporës, në mënyra se si mua më duket si një dështim i madh, domethënë. Edhe vota diasporës ka pasur fillimisht kur ka filluar regjistrim. Fillim se kur janë bërë kur ka filluar procesi i regjistrimeve. Sepse ka shumë mundësi për abuzim, të paktën dukshëm deri tani. Pjesa e abuzimit të votës është e lidhur është një lidhje e shkurtër midis KQZ-s dhe kompanisë që merret me votën. Nuk është lidhje çështje bandash. Çështje bandash apo parave të pista apo paletave të parave që mund të jenë çuar në Roma apo në qytete të tjera, unë nuk më rezulton të kenë pasur efikasitetin ose eficiencën që kanë menduar. Edhe për shkak televizjes shpejt opozitës dhe të komunikimit me shërbimet partnere. Prandaj insistojnë në këtë. Por mekanizmat e opozitës janë mekanizmat e mbledhjes informacionit, mekanizmat e identifikimit, mekanizmat e, po themi, Ka është ky presioni mjaftueshëm që të kemi zgjedhje të lira? Skanimit
Shiko, Çështja falë, zoti Beka. Se po thuaj, falë, të ndërpres pak, se po thot zoti Beka që ne kemi krijuar urat tona të komunikimit, për çojmë informacionat tek shërbimet partnere, por ideja është që për çfarë do t'i shërbejnë këto informacione se në fund ditës data nëse do të veprojnë pas zgjedhjeve. Po, ishte perifrazimi i pyetjes. Kjo është çështja. Për çfarë do t'i shërbejnë? Është presioni mjaftueshëm për të treguar. Ta them unë ty tani. Procesi zgjedhor në Shqipëri, jetës së shqiptarëve, domethënë çfarë do ndodh më vonë me këto se o të parandalohen dhe të kemi zgjedhje të lira dhe të ndershme ose pastaj po u bën zgjedhjet, çfarë efekti jep më pas? Nëse do njihen zgjedhjet. Tani ndoshta mund të ndikojë këtu. Tani do të kemi qartë gjë. Jeta vazhdon edhe pas zgjedhjeve, edhe për këto banda. Dhe çështja është që sa të kapura, sa nën presion nga qeveria, apo dhe sa budallej janë, që përveç sikleteve tyre që kanë me ligjin, t'i futen sikleteve të tjera, sepse do të kesh parasysh i gjë. Bandat operojnë në një terren të caktuar që është kryesisht terren i mbuluar dhe terren i errët. Në momentin që dalin nga fusha e tyre e lojës edhe futen në fushën e politikës të lojës, do të thotë që ekspozohen. Dhe qose ka diçka që bandat nuk e leverdis është ekspozimi. Dhe ajo çfarë ne si opozit kemi për detyrë është jo vetëm ekspozimi i brendshëm, por ekspozimi dhe po them që gjatë gjithë fushatës që bën raporte periodike me informacion të saktë, është ekspozimi i këtyre grupeve tek agjencitë jo vetëm zbatimit ligjit, por edhe të inteligjencës së vende partnere. Pastaj duan ta marrin si barë dhe si kostë mbi sipër, është puna e tyre. Tash edhe një, në luftë me bandat nuk bëjmë. Por zgjedhje të vjedhura nga bandat s'ka për të pas. Kjo është e qartë. Nuk është përpara tyre as Lulzim Basha e as lulzimet e tjerë, por është përballë tyre Sali Berisha. E kuptoj. Dhe tjetra është që pavarësisht kësaj që po themi, janë edhe elemente të tjerë pozitive. Frika që ka qenë në popullsi, në strukturët e Partisë Demokratike, në votuesit e Partisë Demokratike, nuk është më. Frika nga bandat nuk është më. Frika nga të bërit fushat nuk është më. Frika nga presioni qeveritar nuk i kërcet më. Unë në fushat jam, nuk u kërcet më. Dhe unë kam parë. Unë do të thoja që edhe ju kërcet që ta themi në zhargon. Diferenca vazhdojnë të jenë të friksuar, sidomos ata që janë pjesë e administratës detyrimisht do të shkojnë dhe do të votojnë majtas sepse kanë frikën e duan se duan, sepse ne kemi dëgjuar plot nga administrata që janë të pakënaqur dhe janë ata të pakënaqurit më të mëdhenj me partinë në pushtet, por prap janë po ata të cilët shkojnë dhe e votojnë në fund të ditës. Se shkojnë, kanë listat, i verifikojnë. Dhe pastaj nëse nuk e votojnë do të humbasin vendin e punës. A kemi ne sot? Po ja japin pra. A kemi ne sot njerëz kaq të guximshëm të cilët nuk e votojnë një parti në pushtet dhe i dalin kundër? Kemi njerëz të guximshëm sepse janë në bijat e atyre që u ngritën në 90-ën kur regjimi ishte edhe më represiv se sa ky, sepse kishte policinë edhe ushtrinë në rrugë edhe u ngritën, dhe jemi në një fazë ku do përcaktohet, ku ndoshta zgjedhjet më të rëndësishme që nga viti 90, ku do përcaktohet fati i këtij vendi. Dhe me administratën dhe me njerëz të tjerë që supozohet të jenë nën presion, ne jemi në kontakt përditshëm me ta. Dhe e dim presionin që bëhet. Por, themi që nuk janë të friksuar. Bëhet presion. Dhe ku ka presion ka dhe frikë. Tani, ne se e egzagjerojmë këtë pjesën e përthithjes presionit. Se themi edhe presionin e diasporë. Presionin e diasporë. Çfarë presionin e diasporë? Se mori dikush telefonin dhe i tha. Flasim këtu brenda për brenda, jo presion në diasporë. Po se e egzagjerojmë. Nëse flasim realitetin, ne që jemi përdit në terren, ka një lloj frike dhe tërheqje sepse një nga pikat që po heton prokuroria posaçme është nëse përfshihen punonjës të administratës gjatë orarit të punës.
Dhe kjo i ka stepur pak. Ama Gjatë orarit punës, një sekondë. I ka stepur shumë. I ka stepur shumë, ose kam informacione nga pjesë të brendshme të administratës që nuk guxojnë të dalin kur janë në orarin e punës. Të donin të dilnin, por këtë radhë nuk guxojnë të dalin. Dhe kjo është shumë mirë. Ky është lajm shumë i mirë. Prandaj po them se ti më thua mua që ju Topalli e mbylli me llaft dhe me. Po jo, sa më thua që ju gazetarët e kronikës sikur i bëni çik furça spakut, po ka shërbyer. Po tani të paktën ka shërbyer që të frenoj këto gjëra, jo se vdesim ne për spakun, po e bën një gjë që shqyr. Ose morën kalamajt dhe i nxorrën nga orari mësimor dhe vendin e bënin fushat tani. I qerasi me fotoporno. Ju bëri presion dhe shqyr që nuk dalin më. Megjithatë, kryeministri atë rubrikën sy ka fushat elektorale apo pjesë të punës? Që e bën nga zyra kryeministrisë. Është ajo krim zgjedhor Peka? Jo, ai ju përgjigjet komentuesve. Tani quhet krim zgjedhor? Shiko, ajo është më e pakta që bën Rama. Ty të kujtohet që në fushatat e kaluara dil të bënte thirrje policisë që thoshte ishte kapelet edhe hajdini. Ta shumë të rënda pastaj. Më mirë ato si mësy se sa dalë dhe t'ju thoj administratës ashtu. Patjetër që jo. Se do ikë dhe unë tash se jam me 2 dhe me 3 në Himar se hapet sezoni turistik. Do vish? Jo. Kryeministri jon ka një fiksim të vjetër me zhveshjen, kështu që nuk kemi çaj bëjmë fetishit të tij. Kështu i thoshte edhe policëve, kështu i thot burrave, grave. E ka fiksim, nuk kemi çaj bëjmë. E mbyllim këtu me Pekën, e mbyllim këtu edhe me Topallin. Faleminderit shumë të dyve dhe ditë të mbar edhe në Himar bëf. Shef, ne do kalojmë në një çështje tjetër pasi e zgjidhëm me të fortet.